Are You Dead është aplikacioni më i ri dhe më i pazakontë që po bëhet viral në Kinë dhe synon personat që jetojnë vetëm. Funksionon shumë thjesht. Çdo 2 ditë përdoruesi duhet të shtypë një buton për të konfirmuar se është gjallë. Nëse nuk e bën, aplikacioni njofton kontaktin e caktuar për emergjencë. Aplikacioni u lançua në maj të vitit të kaluar, por javët e fundit është shkarkuar masivisht nga të rinj që jetojnë vetëm në qytetet kineze. Sipas parashikimeve, deri në vitin 2030 në Kinë mund të ketë deri në 200 milion persona që jetojnë vetëm, dhe pikërisht këtë grup synon aplikacioni. Një komentues në rrjetet sociale tha se njerëzit që jetojnë vetëm si introvertët, personat me depresion apo ata në situata të vështira kanë nevojë për një mjet të tillë sigurie. Aplikacioni funksionon me pagesë dhe është tashmë më i shkarkuari në Kinë. Gjithashtu renditet në krye të listave në SBA, Singapore, Hong Kong, Australi dhe në Spanjë. Edhe pse emri i tij është kritikuar si negativ, kompania ka bërë të ditur se po shqyrton mundësinë e ndryshimit të tij.